Një hetim 6 mujor i policisë së Beratit ka quar në pranga 3 pjesëtar të një grupi kriminal, të cilët shpërndanin droga të forta në qytet. Operacioni i koduar Prova u finalizua pas dokumentimit të plot të veprimtarisë kriminale të këtyre shtetasve, të cilët vepronin në mënyrë të organizuar në lagje të ndryshme. Gjatë ndërhyrjes së forcave operacionale dhe shqiponjave, u ekzekutuan masat e sigurisë, arrest në burg për shtetasit SS 46 vjeç, AA 30 vjeç dhe TB 38 vjeç. Gjithashtu, masa e sigurisë, arrest në shtëpi, u dha për 18 vjeçarin KS, të gjithë banues në lagjen Çlirim. Sipas provave të siguruara gjatë hetimit, ky grup siguronte lëndën narkotike dhe e shiste atë në doza, kryesisht kokainë. Gjatë kontrolleve në banesat e tyre dhe në mjetin e 46 vjeçarit, policia gjeti dhe sekuestroi 10 doza kokaine të gatshme për shitje, 7 celular dhe një automjet. Materialet procedurale i kanë kaluar prokurorisë së Beratit për hetime të mëtejshme procedurale.